E kom dorëzu faktikisht draft buxhetin nuk e kam miratu. Ajo është korniza. Grupi parlamentar I vetëvendosës. Ky nuk mundet me thonë që se ka votuar se ky se ka çu hiç në kuvend, në asamble nuk e ka çu hiç buxhetin. Projekt buxheti. A ju ka dërgu asambleistave? Natyrisht. Jo, nuk e ka. Spori komitetit për politikë e financa. Ka tentuar me shti si pikë kështu të masi kanë thirr soncën, masi më sonca, por nuk ka shku si material projekt buxheti. Zotaliti nuk po tregon, ai ka çu vet don projekt buxhetin për këtë vit, që se ka bon. Edhe e kalon për masën do e ka pas afatën ndaj me 30 shtator, në fakt nuk e ka bon. Nuk ka të bëjë me grupin parlamentar, ky e ka shumicën bashkë me partinë që kanë qenë bashkëverisje, por nuk e kanë çu buxhetin fare në kuvend. E kanë marrë mbledhjen dhe kanë kaluar afatën ligjor që e kanë pas me dërgu. Në fakt nuk fula për grupin parlamentar në nivel qendror, në të fol për zgjedhje lokale, jemi kandidat për zgjedhje lokale. E kom dorëzu faktikisht draft buxhetin nuk e kam miratu. Ajo është korniza. Grupi parlamentar I vetëvendosës, pasi që 12 vite buxhetin e komunës Vitijës nuk e kam miratu. Dhe para mendeni kërkojnë vot para qytetarëve, edhe qytetarët opo edhe për fituarën në mundet LDK-s edhe për kuvend, faktikisht ta kanë ngecë për shkak se nuk e kanë miratu buxhetin asnjëherë. Dhe para mendoj, a mund më zhvillu një komunë, a mund me shku në progres, a mund me implementu projekte, dhe çfarë flosmi ne për buxhete për korniza fatmesme buxhetuare kur nuk miratuhet buxheti. Koha. E para punës asnjë grup parlamentar nuk ta miraton buxhetin kur nuk merren parasysh rekomandimet që jep ai grup parlamentar. E dyta, ky nuk mundet me thonë që se ka votuar se ky se ka çu hiç në kuvend, në asamble nuk e ka çu hiç buxhetin. Domthonë është e pavërtet kjo që po pretendon se nuk mundet me ta votuar dikush buxhetin nëse ti nuk e çon në kuvend. Ky nuk e ka çu hiç, domthonë s'ka qenë as në thirrjen që ka qenë, nuk ka qenë si pikë renditës miratimi I buxhetit. A keni qenë si pikë renditës ajo? Nuk kam nevojë me repliku për këto për shkak se është ngjizu, ka qenë transparent në televizion lokal faktikisht, edhe mund ta shikoni që e kom çu buxhetin, e kom dorëzu, por diçka tjetër deshta me thonë. Para se me dol buxhetin kuvend. Korniza fatmesme buxhetuare përgatitet, në rishqyrtim ka mundësi me hi buxheti për nivele qendrore në rishqyrtim se ka fut buxhetin për si vjet, por deshta të them diçka. është dosh me marrë pjesë në seancat dëgjimore për buxhet, ku edhe këshilltarët komunale kanë në obligim, edhe grupi I këtij parlamentare ka pas obligim me marrë, po edhe partitë politike të cilat pretendojnë me qenë parti parlamentare apo në asamblejen komunale është dosh me marrë seancat dëgjimore për buxhet. Ne kemi zhvilluar, ja ke dhënë krejt asambleistave. A e sigurt? Ne kemi zhvilluar më shumë të Kosovë seancat dëgjimore për buxhet dhe e kemi përgatitur buxhetin bashkë me këshillat e fshatrave. Projekt buxheti. A ju ka dërgu asambleistave? Natyrisht. Jo, nuk Spori komitetit për politikë e financa. Ka tentuar me shti si pikë kështu të masi kanë thirr soncën, masi më sonca, por nuk ka shku si material projekt buxheti. Kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka shku. Zakonisht një javë përpara I shkon materiali, si pikë renditës shtit projekt buxheti, dërgohet materiali, domthonë projekt buxheti si dokument. Në fakt asambleistar nuk e kanë pas një dokument till, edhe si pikë renditës, domthonë në thirrje nuk ka qenë fare miratim projekt buxhetit. Sa për njoftimin kundër kandidatit I cili nuk e njeh funksionimin faktikisht pushtetit lokal po shihet, mos pori seancat dëgjimore për buxhet prodhojnë dokument I cili faktikisht kalon nëpër qeveri dhe qeveria çon komitetin për politikë e financa si organ më I lartë I kuvendit që jep orientime strategjike dhe financiare kuvendit dhe masanej del në kuvend. Këtë fazat I ka kalu në kuvend nuk e kanë miratu. Nuk është të vërtet, unë nuk jam të folë për sa dëgjimore se për buxhetin, unë jam të folë për ditën kur është marrë mbledhja e asamblesë komunale. Nuk ka një javë përpara zakonisht që shkon materiali, projekt buxheti nuk ka shkuar aty. Në seanca dëgjimore që marrin për buxhetin kanë marrë pjesë aktivistë, kanë marrë pjesë asamblesë, nuk është të vërtet që s'kan marrë. Ajo që është për mua e rëndësishme është se ne 23 milion faktikisht 185 mijë euro I kemi para po për 4 vitet e ardhshme.